Mbetet në fuqi obligimi për prodhuesit dhe tregtarët privat që deklaratat apo etiketat e produkteve të tyre së bashku me dokumentacionin shoqërues përveç në maqedonisht t'i kenë edhe në shqip. Gjykata kushtetuese nuk siguroi shumicë votash për ta rrëzuar ose mbështetur iniciativën e avokatit Valentin Pepelugovskit, e cila mbi 2 vite qëndron në sirtarët e gjykatës. Megjithatë asgjë nuk ka mbaruar me lëndën, do të vendoset sërish në ndonjërin prej seancave të radhës, pasi dje votimi ishte baras. 4 gjyqtar nuk u pajtuan që të hiqen pjesë nga 6 të nenet e ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, me të cilët rregullohet përdorimi i shqipes në deklaratat e produkteve, e të cilat janë vendosur si rrjedhoje harmonizimit me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nga ana tjetër, janë 4 gjyqtar të tjerë që pajtohen me konstatimet e parashtruesit të iniciativës, i cili konteston këto nene në arsyetimin se janë në kundërshtim me amandamentin 5 të kushtetutës, i cili e rregullon çështjen e përdorimit të gjuhës së qytetarëve, që flasin së paku 20% të qytetarëve. Sipas tyre, përdorimi i shqipes duhet të jetë vetëm në raport me shtetin, por jo edhe personave privat. Ndryshimet ligjore u bën me qëllim që konsumatori shqiptar dhe i komuniteteve të tjera ku janë mbi 20% të informohen në gjuhën e tyre anëtare për produktin që e blejnë dhe të drejtat e tyre. Të gjithë prodhimtarët, por dhe importuesit që nga produktet ushqimore, farmaceutike, të teknikës së bardhë, por edhe të veshmbathjeve dhe të tjera, duhet të kenë deklarata në shqip. Gjithashtu, ata duhet të përkthejnë edhe udhëzuesit e produkteve, certifikatat, por dhe fletët e garancisë. Në të kundërtën duhet të paguajnë gjoba. Ndonse këto dispozita nuk janë respektuar me përpikshmëri, tregtarët maqedonas vazhdimisht janë ankuar se përkthimi i deklaratave u është barë financiare, pasi duhet të angazhojnë përkthyes. Krahas kundërshtimeve të odave ekonomike, në shkurt të këtij viti pati dhe një tentativë të dështuar nga Partia e Majta për të ndryshuar ligjin. Megjithatë, këto ndryshime nuk u mbështeten nga shumica parlamentare.